Ditë e re, ankesë e re, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe pasi e nisi javën duke u ankuar për çmimet e fruta perimeve, tashmë ka nisur të qajë për votat preferenciale të zgjedhjeve të 11 majit. Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka publikuar disa fotografi të fletëve të votimit, të cilat nga rinumërimi janë konsideruar të pavlefshme dhe pretendon se po tentohet i vidhen. Turpi i rinumërimit, këto janë votat Partisë Socialiste dhe të mijat, shihini, po i shpallin të pavlefshme. Të gjitha të vlerësuara gjatë numërimit nga KZAZ në bazë të një manuali të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që tani nuk është më gjëkundi. Nuk ja kanë borxh kërkujt këtë lloj pislëku, shoqëruar me shënimin, vota më shumë dhe nën kuptimin të vjedhura, janë vota të pastra, që kas po i kthen në të pavlefshme. As ja ka marr kujt, as ja kanë vjedhur kujt. Është vot ku është prehur qartë vullneti i popullit. Nuk e di se si e kanë planin. Kujt kas po kërkon t'ja heqë këto vota, pra kujt do t'ja marrë mandatin, por ja bën mu që ky është turp, shkruan Braçe. Në fakt, po të shohim fotot që deputeti socialist ka publikuar, konstatohet se asnjë nga ato fletë votimi nuk është e rregullt. Në rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përcaktohet qartë se për të quajtur vota e vlefshme duhet të vendoset shenja plus ose X brenda kutisë për bri emrit të partisë dhe në atë për bri emrit të kandidatit. Në shumë nga fletët e votimit për të cilat Braçe pretendon se po shpallen padrejtësisht të pavlefshme, shenja X apo plus nuk është në kutim përkatëse, siç e parashikon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.